Strukturat e mbrojtjes civile, njësitë vendore dhe forcat armatosura kanë punuar pa ndërprerje gjatë 24 orëve të fundit për menaxhimin e prurjeve të larta si pasojë e rreshjeve të shiut, pastrimin e akseve rrugore, mbrojtjen e banesave dhe evakuimin e qytetarëve në zonat e rrezikuara. Në qarkun Durrës, në Sukt, po vijon pastrimi i kanaleve të ujrave me 2 ekskavator, ndërsa në Ishëm po punohet për hapjen e rrugës së bllokuar nga rrëshqitjet. Në Bupq, Mazh dhe Mallkuç po punohet për normalizimin e zonave të përmbytura dhe asistimin e banorëve. Në Thuman, ekipet po pastrojnë kanalet kryesore dhe po përforcojnë argjinaturat. Në qarkun Lezhë, në Shënkoll, po punohet intensivisht për mbylljen e çarjes së argjinaturës së Vajinit, ku forcat armatosura kanë dislokuar mjete të rënda dhe varka për parandalimin e përmbytjeve të fushës së bregut të Matës. Në Shëngjin është punuar për largimin e ujit nga oborret e shtëpive, pallateve dhe hoteleve me 10 forca nga forcat armatosura, 3 automjete, 3 pompa dhe 11 forca bashkiake. Ndërsa në Kurbin dhe Mirdit po punohet për pastrimin e rrugëve dhe riparimin e urave. Ekipet e emergjencave ndodhen në terren në ndihmë të banorëve, shtëpitë e të cilëve rrezikohen nga rrëshqitjet. Në qarkun Kukës, subjektet kontraktore po pastrojnë gurët dhe inertet në rrugët nacionale për të mbajtur akse të kalueshme, ndërsa në Ujmisht dhe Zapot po punohet për hapjen e rrugëve të bllokuara nga rrëshqitjet. Në Has po vlerësohen dëmet në urën e dëmtuar. Në qarkun Shkodër, në Shal, është hapur segmenti Theth Ndërlysaj, ndërsa në pjesën Ndërlysaj Breglumi, ekipet vijojnë punën për zhbllokimin e rrugës së mbuluar nga rrëshqitjet. Në qarkun Gjirokastër, në Libëhov, po punohet për zhbllokimin e aksit Suh Poliçan pas shëmbjes së rrugës, ndërsa në Dropull, ekipet po punojnë për disiplinimin e ujrave dhe rikthimin e energjisë. Në Memaliaj po ndërhyet në aksin Alkomemaj Tepelen për riparimin e trupit të rrugës. Prania e ujit në disa akse të Gjirokastrës po monitorohet nga strukturat vendore. Në qarkun Vlorë, forcat armatosura dhe strukturat vendore po punojnë për evakuimin e familjeve të prekura nga dalja e lumit Kalas dhe për zhbllokimin e rrugëve ndërmjet fshatrave. Në Finiq po ndërhyet për largimin e ujrave dhe mbështetjen e familjeve të evakuuara, ndërsa në Selenis po pastrojnë rrëshqitjet në aksin Brataj-Kuç. Në Sarand po largohet uji nga banesat e përmbytura dhe po asistohen familjet. Niveli i Vjosës vijon të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Në qarkun Fjerë, në Lushnjë, po monitorohet situata nga dalja e lumit Seman në toka bujqësore. Nuk ka rrezik për banesat. Ndërsa strukturat vendore po garantojnë funksionimin normal të akseve rrugore, energjisë dhe ujësjellësit. Në qarkun Elbasan, në akset Elbasan-Peqin dhe Elbasan-Librasht, po pastrojnë inertet dhe po lirohen akset rrugore nga inertet. Ndërsa në Gramsh po ndërhyet me mjete për të shmangur daljen e lumit Kërpic nga shtrati. Në qarkun Berat, po vendosen pitambrojtëse dhe po pastrojnë rrugët për shkak të prurjeve të Osumit, i cili ka përmbytur qindra hektar tokë. Në Poliçan dhe Dimal, po ndërhyet në zonat ku lumi ka dal nga shtrati dhe po ndihmohen familjet e prekura. Aksi Berat-Poliçan po pastrohet nga gurët dhe inertet. Në qarkun Korç, në Devoll dhe Miras, po punohet për riparimin e urave të dëmtuara, ndërsa në Denas-Lekas po monitorohet aksi rrugor në të cilën ka prezencë uji. Në Vidhkuq e Vulgare, po ndërhyet pranë banesave të rrezikuara nga prania e ujit. Në Maliq dhe Kolonjë, ekipet po ndërhyjnë për të riparuar pasojat e rrëshqitjeve të dherave. Po monitorohet rezervuari i Rotit, ku niveli i ujit është rritur. Në qarkun Dibër, në Dibër dhe Klos, po punohet për pastrimin e përrejve që kanë dalë nga shtrati dhe për mbrojtjen e banesave të rrezikuara. Në Mat janë angazhuar mbi 40 forca me mjete të specializuara për hapjen e rrugëve të dëmtuara, evakuimin e familjeve dhe menaxhimin e përmbytjeve në shkolla dhe banesa. Në disa akse rurale, në Dërjan, Rukaj, Maçukull e Lis, po punohet për rikthimin e qarkullimit. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbeten në monitorim të pandërprerë dhe në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme në rast të përkesimit të situatës.